Faktikisht vetëm tani është instaluar një kulturë që qytetari i Republikës Kosovës nuk ka mundësi të realizojë të drejtën e vet pa ju drejtuar gjykatës. Do të thonë asnjëherë nuk e marrin barrën e përgjegjësisë të gjithë ata të cilët aprovojnë një ligj, të cilët aprovojnë një kontratë kolektive, të cilët nënshkruajnë një kontratë kolektive, nuk e marrin përgjegjësinë e zbatimit të së njëjtës. Pastaj vjen puna që secili qytetar i Republikës Kosovës për realizimin e të drejtës së vet duhet i drejtohet gjykatës përmes një padije për realizim të kësaj të drejta. Dhe kjo është shumë e shqetësuese për shkak se tani më po kemi një ngulfatje të sistemit gjyqësor. Kjo ngulfatje të sistemit gjyqësor po vjen pikërisht nga pushteti ekzekutiv dhe legjislativ. Në vend se të njëjtit të jenë lehtësuese të sistemit gjyqësor, këto po ngulfasin të njëjtën. Kemi pas rreth 40-50.000 padi për kontratën kolektive dhe tani pritet që të kemi edhe dikon edhe një 90.000 padi për këtë ndryshim të ligjit të për pagat në impozimin publik, e cili ka përgjysmuar, domethënë ato shtesat të cilat kanë qenë të përcaktuar me ligjin për impozit civil. Në momentin që kemi një gjykim të gjykatës kushtetuese, kjo duhet të jetë ABC-ja e legislativit përkatësisht ekzekutive për të zbatuar të njëjtën. Në këtë rast Kuvendi i Kosovës nuk e ka marrë as mundin ta diskutojë zbatimin e këtij gjykimi në kohën kur ka qenë funksional. Po vlerë me tash ku nuk e kemi funksional në kuvendin e tillë dhe nuk e dimë edhe sa do të zgjatë, kurse të drejtat e qytetarëve, të drejtat në punëve publik do të vazhdojnë të cënohen, e tha përfaqësuesja e sindikatës, të cilët tani më nëse është dashur të marrin 12 paga gjatë vitit, të njëjtit do të marrin 19 paga për shkak të paraforcësisht për shkak të kësaj përgjysmimit të këtyre shtesave. Gjykata kushtetuese me të drejtë ka konstatuar në gjykimin e vet, ka thonë që Kuvendi e Republikës Kosovës, faktikisht kur e ka nxjerrë këtë ligj, nuk e ka arsyetuar qëllimin legjitim. Cili është ai qëllim? Për çka po e përgjysmon pagën e shtesat e impozitit civil? A ka restriksion të thellë ekonomik? A ka deficite në buxhetin e shtetit? A çfarë është arsyeja, çfarë është qëllimi legjitim që po e bën një veprim të tillë? Derisa që ata zoti Shala, domethënë të gjithë në impozit civil i kanë pasur pritjet e tyre legjitime që një shtesë prej 0.5% do të vazhdon të marrin në pagat e tyre. Dhe kjo pastaj është konstatuar që është cenim i drejtë për drejtë në 4 të kushtetuesit për të drejtën e pronë dhe të konventës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Nuk mund të ulet paga, nuk mund të ulet shtesa, nuk mund të mos zbatohet kontrata kolektive e cila është nënshkruar. Domethënë këtu janë pritje legjitime edhe të drejta të secilit qytetar që do t'i realizojë ato për të njëjtat ata hyjnë obligime me arsye me pritje legjitime që këto faktikisht do t'i merr në fund të muajit. Dhe tani më ky shteti ka dështuar në realizimin e këtyre shtesave dhe ajo çfarë mbetet vetëm të kërkuan këto të drejta përmes gjykatës si një drejtë kushtetuese për të kërkuar realizimin e drejtës së vet. Sot kemi vëshim, kam filluar vëshim, pesë dyre sonë kemi qindra padi që kemi filluar të dërgojmë në gjykatë për realizimin e këtyre të drejtave dhe që shta dhe gjyqtare më herë, domethënë brenda ditës gjykata pranon 2000 padi. Domethënë që është shqetësuese dhe kjo është cenim, mund të themi lirisht që është cenim i pavarësisë së sistemit gjyqësor nga ana e legislative dhe ekzekutive. Për shkak se po e ngulfat një sistem duke mos i ofruar kushte. Ne sot kemi mungesë të buxhetit në Këshillin Gjyqësor apo në sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial, kemi refuzim të kërkesave për buxhet nga ana e fillimisht qeverisë në draftimin e buxhetit, pastaj edhe të Kuvendit në aprovimin e tij. Dhe tani më kemi pritje që dikon 35 milion minimale e pritje, siç ata zoti Shala, 35 milion do të shpenzohen për këtë qëllim. Domethënë 35 milion i bjen më shumë se sa buxheti total vjetor i Këshillit Gjyqësor sa ka sot me të cilat operon ky këshill. Dhe kjo është mjaft shqetësuese, kemi pas qindra miliona si rezultat apo pasojë e moszbatimit të kontratës kolektive që kanë shkuar në të kaluarën, dhe tash kemi njëjtë e më së keqi kur edhe edhe ekzekutivi, edhe legislative po e dinë që të gjitha këto landë janë të humbura për ta në sistemin e drejtësisë dhe janë barë për buxhetin e shtetit, por vetëm pritet që të kalohet këto periudha të ngulfatë sistemi i drejtësisë me gjithë këto landë të cilat i ka sot në punë. Zonja Shala, me qenë se e kemi pas këta gjykim të gjykatës kushtetuese dhe obligimi ka qenë i qartë që Kuvendi ta adresoj këtë çështje deri në gusht të vitit 2024. A keni kërku prej Kuvendit, a keni pas ndonjë komunikim si me qeveri, si me Kuvend që të zbatohet ky akt gjykim dhe
të ndryshoj ligji në mënyrë që mos të krijohen këto situata në për të cilat tash individualisht duhet secili punonjës t'i kërkojë të drejtat në gjykatë. Po, përkundër asaj që në vazhdimsi, në qeverinë e kaluar, kemi bërë kërkesa për takim, po edhe me krye parlamentarin edhe me të tjerët, në vazhdimsi kemi bërë kërkesa për takime mirë, po megjithatë nuk kemi pasur mundësi të realizojmë takime të tilla me qëllim të anashkalimit të një gjeje të tillë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Ministrinë e Arsimit, që në vazhdimsi kemi bërë kërkesa për takime, por megjithatë takimet të tilla nuk janë realizuar. Pra ka pas një injorim totalisht kështu nga ana e... Po në qeverinë e kaluar ka pas një injorim total ndaj sindikatave, që në një farë forme janë munduar që t'i zhbëjnë sindikatat, që thjesht e kanë ndërprerë edhe gjithë dialogun social me sindikatat, thjesht nuk kanë lejuar as mbajtjen e takimit dhe t'i paraqesim kërkesat e punëtorëve të arsimit, edhe atë që nga përfundimi i grevës së vitit 2022, do të thotë nuk kemi pas kurfar takimi. Një takim të vetëm që kemi pas me Ministrën e Arsimit është kur kemi pasur në kryetarin e sindikatës së mësuesve të Amerikës, në vizit këtu tek ne, dhe kemi realizuar një takim ashtu ta quajmë formal, vetëm sa për sy e faqe, që ka qenë edhe musafiri. Për ndryshe, nuk kemi pasur asnjë takim me Ministrinë e Arsimit, që t'i adresojmë gjitha kërkesat e punëtorëve të arsimit, po natyrisht edhe ato që dalin nga kontrata kolektive, me qëllim që të gjithë punëtorët e sektorit të arsimit, shkencës dhe të kulturës, t'i realizojnë pa shkuar fare në gjykata. Çka vetëm tani, diku në proces, në gjykata, i kemi rreth 60.000 lëndë që janë të grumbulluara nga këta punëtorë të arsimit, shkencës dhe të kulturës. Nga se e thash edhe që në fillim, këta punëtorë bëjnë padi në gjykata për çështje të ndryshme që derivojnë nga vetë kontrata kolektive.